Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha mori pjesë në një takim me Sindikatat e Bashkuara të Pavarura të Shqipërisë. Kontrata që firmosim sot, bashk për amendimet dhe statusin, ju jap fjalën e nderit se në 100 ditët e para të qeverisjes demokratike do të jetë realitet, tha zoti Berisha. Unë jam sot këtu për të firmosur para jush kontratën me ju të përfaqësuar nga zoti Gzim Kalaja. Për të garantuar ju se ajo kontratë do zbatohet nen për nen dhe pik për pik. Madje do zbatohet për naftën, minjerat, metalurgjin dhe do zbatohet me një ndjesë publike ndaj jush, që 100 ditë të para do kalojmë ligjin për minimumin jetik. Minimumi jetik do t'jetë për çdo shqiptar, për çdo pensionist që merr ndën 200 euro, për çdo të pa punë, për çdo person në ndihmë ekonomike. Kryetari i Partisë Demokratike Berisha foli edhe për tarifat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Shqipërisë në fjalën e tij. Shqipëria nuk do ketë asnjë tarifë për mallrat amerikane dhe jam i bindur se kjo gjë do ndodh edhe me qeverinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës pasi t'i heq Shqipëria, tha Berisha. Ne do bëjmë gjithçka që Made in Albania të mbush tregjet shqiptare dhe tregjet e botës. Shtetet e Bashkuara kanë vendosur një sistem tarifash sepse të gjithë kanë patur tarifa ndaj tyre. Kjo është e vërteta. Kjo është e vërteta. Ta ditë ta mësoni të vërtetën. Të gjithë këta që qahen sot kanë patur tarifa. Shqipëria do ketë asnjë tarifë për mallat amerikane. Dhe jam i bindur që kjo gjë do të ndodhë edhe me qeverinë e Shteteve të Bashkuara pasi t'i heqim ne.